Shkolla nëntëvjeçare Ismail Qemali në Vlorë do të përfshihet nga 2 investime të rëndësishme. Pas shqetësimit të ngritur nga prindrit dhe vëzhgimit në televizionin 6+1 Vlora për përcjelljen e problematikës, ka reaguar drejtuesja e shkollës nëntëvjeçare Ismail Qemali. Gjatë kësaj të mërkure, drejtuesja e kësaj shkolle Antela Havaraj, gjatë një prononcimi të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, thotë se 2 projektet për abilitimin e tualeteve dhe murit rrethues të shkollës tashmë janë gati për zbatim. Sipas drejtueses së kësaj shkolle, punimet do të nisin shumë shpejt, por duhet më parë që të përfundojë i gjithë procesi i mësimit, përfshiktu edhe provimet e lirimit. Havaraj thekson gjithashtu se ka bërë shkresa zyrtare për institucionet, përfshiktu Bashkinë e Vlorës, me qëllim zgjidhjen e këtyre 2 problematikave. Kështu muri rrethues i kësaj shkolle pritet që të shembet për shkak të amortizimit të tij dhe rrezikut që përcjell, dhe shumë shpejt shkolla nëntëvjeçare Ismail Qemali do të ketë nisjen e punimeve për ndërtimin e një muri të ri rrethues. Po ashtu, Bashkia e Vlorës ka miratuar vetëm pak ditë më parë në 12 qershor rehabilitimin e tualeteve të shkollës Ismail Qemali. Punimet për realizimin e këtij investimi pritet që të fillojnë shumë shpejt, me qëllim që viti i ri arsimor ta gjejë shkollën Ismail Qemali me një mur të ri rrethues dhe me tualete që të jenë brenda të gjitha standardeve.